Pjesë të ndryshme të Evropës përballen me një mod të keq që e largoi shumë shpejt haren e festave. Në ditën e ujit të bekuar, furia e natyrës u përplas fort mbi pellgun e Ballkanit dhe rreshje të dendura shiu dhe bore, ndërprerje të energjisë elektrike dhe një viktim në Bosnjë, një grua që humbi jetën mes stuhisë. Pasi pothuajse 40 centimetra bora në kryeqytetin Sarajev, gruaja në fjalë dha shpirt në spital pasi u godit nga një pemë që u rrëzua nën peshën e borës. Rreshjet e dendura të dëborës paralizuan një pjesë të lëvizjes në Holand. Aeroporti Schiphol në Amsterdam raportoi anullimin e rreth 600 fluturimeve, ndërsa ekipet kanë punuar pareshtur për pastruar pista dhe për të shkrirë akullin nga avionët që prisnin të niseshin. Më shumë borë parashikoi për pjesën tjetër të javës. Bilancin më të rënd të viktimave e shënon sa kaq Franca me 5 të vdekur. Më të ftohtin që i bëri rrugët të rrezikshme, 3 persona humbën jetën në aksidente të lidhura me akullin e zi në jugperëndim të vendit, ndërsa një shofer taksi e vdiq në spital pasi automjeti i tij doli nga rruga dhe ra në lum në rajonin e Parisit. Në Rom javë të tëra rreshje shiu ka rritur nivelin e lumit Tiber, që ka dalë sërish nga shtrati duke zberur kremtimet e Papa Leonit të 14. Sheshi Shën Pietrit ishte vetëm pjesërisht i mbushur me njerëz të martën, të mbledhur aty me çadra për të dëgjuar atin e shenjtë, teksa i jepte bekimin e Epifanisë. Roma është përballur me rreshje të vazhdueshme shiu që para Krishtlindjeve, ndërkohë që temperaturat kanë rënë ndjeshëm dhe në Mbretërinë e Bashkuar, në zonat veriore të saj termometri ka shënuar -12.5 gradë Celsius, ndërsa bora ndërpreu udhëtimet ekurudhore, rrugore dhe ajrore dhe mbylli qindra shkolla. Shiu dhe bora kanë vazhduar po ashtu të mbjellin kaos në Ballkan. Në Serbi disa komuna perëndimore vendosën masa të jashtëzakonshme për shkak të motit keq, ndërsa erërat e forta dhe deti trazuar goditën vijën bregdetare të Adriatikut në Kroaci dhe Maltëzi.